Rindezim yjet me poezi dhe tinguj. Përshëndetje nga unë Adrian Hoti, mirë se vini në programin poetik Rindezim yjet. Në këtë emision do të na shoqëroj poezia disa prej krijuesve të spikatur shkodran, që i përkasin brezit të poetëve të periudhës së pasmonizmit. Poezia bashkohore shqiptare pas 1990-s, e çliruar nga dogmat dhe censura zyrtare, ka fituar një vizion të ri. Në brezin e poetëve të shumt të pasmonizmit, veçohen disa autor që shënojnë arritje, poezia të cilëve është në zhvillim e sipër edhe vlerësohet për një rritje të ndjeshme, sa origjinale, aq edhe realizuar artistikisht. Ashtu siç ka ndodhur historikisht me poezinë shqiptare, edhe në këtë brez të ri krijuesish, spikatin poetët shkodran. Por disa prej cilëve do të flasim në këtë emision. Ato janë Ledja Dushi, Xhabir Tabaku, David Boseta, Entela Tabaku dhe Edlira Llukaçej, të cilët nga kritika vlerësohen për prurje cilësore me shpërfaqjen mjaft të gjerë të vlerave, figuracionit, shprehjes dhe mbi të gjitha të një lirie krijuese me nivele të larta artistike. Xhabir Tabaku u bë i njohur si poet dhe prozator fillimisht përmes Facebookut. Është krijimtaria në gegnisht, por edhe përmbajtja e saj, ajo që vuloste identitetin e tij si shkodran në mërgim, pavarësisht se si emër dhe si portret që prezantonte në profilin në Facebook, ishte krejtësisht i panjohur nga miq dhe adhuruesit e tij virtual. Vëllimi i tij i parë me poezi me titullin Gri, i prezantuar në Facebook, u mirëprit dhe u vlerësua nga kritika dhe miqtë e tij në rrjetet sociale, të cilët përveç emrit Xhabir Tabaku dhe të qenit shkodran, nuk kishin asnjë të dhënë tjetër rreth këtij krijuesi anonim, që po tërhiqte gjithnjë dhe më shumë vëmendjen, jo vetëm me krijimtarinë, por edhe me komunikimin e tij virtual të çiltër dhe pa komplekse. Do të vinte më pas vëllimi i dytë poetik me titullin Biri i Fllannzës, që u promovua në Shkodër në gushtin e 2021-shit, kur poeti vendos të zbulojë identitetin e tij të vërtet. Xhabir Tabaku është pseudonimi i shkodranit Adnan Enver Ramadani. Lindur në Shkodër, i larguar nga Shqipëria që në eksodin e ambasadave në 1990-ën dhe aktualisht me banim në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku jeton me familjen e tij. Arsyeja pseudonimit Xhabir Tabaku, siç e shpjegoi vetë, ishte testimi se si do të pritej nga opinioni krijimtaria e tij që daton që në rininë e hershme. Adnan Ramadani, i njohur tashmë si Xhabir Tabaku në krijimtari, vlerësohet si një poet me individualitet të dallueshëm. Vëllimi i tij i parë me titullin Gri shquhet për larminë e motiveve dhe intonacioneve befasuese, duke u vlerësuar edhe si një risi në poezinë shqipe. Shkrimtari Zjavuka në parathënien e këtij vëllimi poetik për autorin shprehet se si krijesë kulture dhe shpirtërore e Shkodrës, Tabaku nuk i ka shpëtuar ndikimit të paraardhësve të tij në poezi, por pa e cënuar as pak origjinalitetin dhe profilin e tij të spikatur. Shkodra në poezinë e tij vjen si qyteti prej shiu, me kalan rozafa e me resurse që i ka fal natyra, liçenin, lumin, malin, kodrinat e buta me shek të egra, me vajzën që i bie violinës e me djalin që shkruan poezi e me të tjera figura që të mbeten në mendje. Pikrisht nga vëllimi poetik Gri, mund të ndiqni në vijim poezit Parzmorja e qytetit tim dhe I Kanakët. Qyteti im ngrihet mbi gjoksin e një gruaje, muran me gurt latuar. Gjitë e saj rrjedhin aromë lule qumshti dhe amlin rranjën ton. Shiu herë bie me ngut atje, e herë shtruar melodi uji. Një vajzë e një djalë janë frym. Vajza i bie violinës, djali shkruan poezi. Qyteti mbart aromën e gjinve të gruas lehon nën muret e kalas. Rozaf ishte emri I saj dhe Leu Shkodra. I Kanak, poezi nga Xhabir Tabaku.
Xhabir Tabakut, që erdhi me titullin Biri Fllazës, shquhet për larmin e motiveve dhe ku vendlindja Shkodra është në qendër të kësaj krijimtarie. Nga kritika, ky botim i dytë i Tabakut vlerësohet si një produkt artistik që vjen në periudhën e një pjekurie estetike dhe akumulimit të madh kulturor e filozofik, duke u bërë pasqyra e një shpirti të thellë e të jetë të ndjeshëm. Në vijim poezit Biri i Fllazës dhe Të pres. Në 1978 në qytetin e Shkodrës. Ka studiuar për gjuhë letërsi shqipe dhe më pas ka përfunduar studimet në master dhe doktoratur në etnologji. Ka punuar për disa vite në Universitetin e Beogradit si lektor e letërsisë shqipe, si dhe në Universitetin Evropian të Tiranës. Aktualisht është kërkuese shkencore në fushën e etnologjisë dhe folklorit pranë Institutit të Antropologjisë dhe Studimeve të Artit në Tiranë. Poezia është pasioni i Lediadushit që në moshën e fëminisë. Krijimet e saj të para të moshës 15 vjeçare përfshihen në vëllimin e saj të parë poetik me titull Ave Maria Bahet Lot, i vlerësuar si libri më i mirë për poezinë për të rinë në vitin 1998. Një vit më vonë, poetja Dushi do të botonte vëllimin e saj të dytë me titull Seancë Dimnash, për të vijuar me vëllimin e tretë të titulluar Me mujt me fjet me kthimin e shpendëve, i vlerësuar si vëllimi më i mirë poetik i saj që përmban kryesisht poezi për një lexues elitar. Dhe pas një pauze disa vjeçare në botime, në vitin 2019, vjen vëllimi i katërt poetik i saj me titullin Një fije të thellë gjaku. Poezia e Dushit është surrealiste. Kjo poezi vjen si gjuhë e vërtetë e shënjimit të shpirtit apo edhe mendjes. Shprehet kështu studiuesja Brikena Smajli,
sipas së cilës vargu i poezisë së dushit është i matur, jo i organizuar në strofa dhe frymon nëpërmjet një njësie të ndërlikuar mendimi. Po sipas studiuesve, poezia Ledia Dushit fton heshturazi vetëm ata që janë në gjendje ta përjetojnë, ose ata që ndrojnë dëshpërimisht rritjen shpirtërore përmes poezisë. Nga krimtaria Ledia Dushit do lexoj në vijim poezit Nën këtë qiell të pakt, Femna Sashnjëri dhe Gulçi i plumave. Nën këtë qiell të pakt. Të gjithë jemi tu vdek nën këtë qiell të pakt. E nëse çohemi, jam rrim me i vu vet, yjet ret. E me i piku nër pem, si gjdum, me gjitha ngjyrat. E frymat me ujkata pa mundimin zjerim krejt mushknish. E heshtim, kur lulet vin me ra, e zdim me than, ashtë gzim. Por dielli është nën këtë qiell të pakt i zogjve për rrethujnash, që si adian rrimin. Druveç çka lypin, kur s'kan me pa. Femna Sashnjëri. Poezi nga Ledia Dushi. Nata del prej avush të projt, si lodhja e vajzës të derdhun andrash. Shiu frymon nër pem, engjëjt lëshohen fruta në parizat e trupit tim. Gurzit janë qetimet që rshjasin me verën prej bishtit trunit, se dielli u shbaka, në tavanat zamakt, luledillat zi dilojnë për mas shiut. Gulçi i plumave. Poezi nga Ledia Dushi. Puthja e dhanun prej kosh, lëviz gulçin e plumave që edhe dheun të shklirojnë prej toke. Te dyert, pret kalina zhveshun, e marth natyren e shpërvjelun. Pranvera e vërtet, lëshoj lotët, piu eqën frymën e të tanavernave, bashk me qiellin, pasqyrojnë ndërne rrezet fikuna në tjegulla resh, derisa fytyra u kris njolla. Që frymje tashpër më lanë në fyt shpërngulja. Dritat u fikën prej zhunës qirave, se shenjat më rritën gjana e krejt bosh, me tinguj që shtrydhen kup. Koha në fund, për fytyrushën fal për shtypje në formë njeriu. Pikatur Shkodran në në gazetat letrare të kohës, kur ajo ishte studente.
Në vitin 1996 ka botuar vëllimin e parë poetik me titull 50 poezi dhe 5 intermezzo. Pas gati 20 vitesh, në 2016, vjen përmbledhja e dytë poetike e saj me titullin Një grusht i ecë sa me vdek. Dhe një vit më vonë, në 2017, Poemat e huaja. Gjithashtu është bashkautore në librin poetik Enciklopedia e Mërgimit, së bashku me poetin Shqiptar Oseku. Duke folur për rikthimin tek poezia pas kësaj shkëputjeje të gjatë në emigrim, poetja Tabaku në një intervistë për gazetën Mapo është shprehur: "Më kujtohet mirë mbrëmja kur shkrova poezinë e parë pas së 16 vjetësh, 5 dhjetor 2013. Po ndizja një qeri që do ta lija të digjej deri në fund, sipas një zakoni të vjetër të trashëguar nga Nana Daja. Edhe ndërsa po shija atë flak të butë boj zemër, e ndjeva se si u ngroha nga vargjit e mia, për hatrin tem, për më të madhin hatrin tem. Poezitë e mia, thot mëtej Tabaku, janë një tregim i vendit tim, sepse ato janë një tregim i imi, i asaj që jam. Unë jam vendi im, sepse emigranti mbart vendin e vet me vete", është shprehur kështu poetja. Poezia e Entela Tabakut vlerësohet se sjell një konstrukt krejt të veçantë në lirizmin shqip. Ajo sjell një filozofi të sendeve të thjeshta, të cilave u jep frym. Në vijim 3 poezi nga Entela Tabaku. Kjo është stina kur dielli hyn në karantinë. Del veç një orë, sa më qyrë, dhe myllet manaj, për te synit tem dëverbum. Kjo është stina kur m'duhet me jetu pate, dal sa me unë i gjallë, dhe myllet manaj, mrena synit tem dëverbum. Kjo është stina e verbume e vetmis, mahet veç për një rreze shprese. Bahet diell prap dikur. Bahet prap diell. Gjithçka na duket ma lehtë. Trishtimi i dyqaneve bosh pas ka qenë romantik. Fustani i vetëm i basmës pas ka qenë ekologjik. Leximet e mohume e të burgosuna pas kanë qenë bohemiane. Vërfnia e mellimeve të paushqyme pas ka qenë madhëngjyese. Shkrimtarët që i përgdhelen me udhëtime shkollime pas kanë qenë sfidues. Tash që po e harrojmë të kalumen, a e vërese përsëritet? Ajo çka harron nuk kalon. Gardalin, kangën e ndryshkut.
anglisht, spanjisht, frëngjisht dhe italisht, gjuhë në të cilat boton edhe disa nga poezitë e tij. Boseta në shumicën e krijimtarisë së tij poetike ka zgjedhur vargun klasik, ndërkohë që nuk përjashton edhe llojet e tjera të vjershërimit. Vëllimi poetik i Bosetës, Ti e dashuria, i promovuar në 2018 në Shkodër, vlerësohet si një libër me elegancë mendimi, me një dimension si dashuria, ku shpaloset bota e bukur poetike me gjitha ngjyrat e saj. Nga krijimtaria David Bosetës kam përzgjedhur poezitë Lutje dhe Kam nevojë për zanin tënd. Bani o Zot të lumtun, armiqtë e mi, aq sa lumtunia t'ja mushin zemnat plot, e t'ja dzajnë vendin atësidit urrëties, që ja gryn shpirtin, ja arson logjikën, e ja qorron gjykimin. Pranoje lutjen teme o Zot, se nuk du me pas armiqt verbën. Fali dashni armiqve t'mi, ta din edhe ata çka don me than, me dash dikën, a me të dasht dikush. Fali o Zot bekimin e familjes, ta nin ngrohtësinë e shtëpisë e dashninë e fëmisë. Fali o Zot sy me pa dritën e dashnisë në sytë e grave tyne. Fali o Zot krah me provu për qafimin e bijve, shokëve e miqve. Fali o Zot mend të kres, që të arri një ditë me kuptu se jeta është e amël kur din me shiu. Të lutem, fali o Zot armiqve të mi gjithë çka të mirë, e unë të premtoj se kam me i dasht me dëshirë. Amen. Ka raste kur kam nevojë për zanin tam, ma shumë se për jetë. Në momentet e ngrime akujsh, ku fryma kthymen hej, buzëve të pime met. Pra, në momentet më të vështira, ku acidi ma gryn fytin, e shija e vetmis më djek në stomak, ku zemra tashma e lodhun, priton me ra pa shkak. Ka raste kur kam nevojë për zanin tam, ma shumë se për jetë, se ti e dashnia, gjithë shkaja, e asgjaja që më ka metë. Për poezinë e Lira Lukaqajt shkruan: një poezi që vjen plot dritë, dëmshuri, gëzim, dëshpërim, dhimbje dhe krenari të pabujë për njerëzit dhe vendin e saj.
Duke shkruar në një gegërishte të ëmbël, të qartë, melodioze, Edlira përballon kështu një sfidë tjetër në gjuhën shqipe për lexuesin, duke të bindur se poezia ka vetëm një burim, zemrën edhe një talent të lindur për të kënduar. Shprehet kështu poeti Ruka për krimtarinë e poetes Llukaçaj. Pjesë e vëllimit poetik Ma gjeni një diell të Edlira Llukaçajt janë edhe dy poezitë që vinë në mbyllje të këtij emisioni. A e shef, ta nikin. Në ratlase pa emën, e gjejnë tanë një skut të re, ku me ustruk. Tanë mledhin bagazhe e kujtime, e njeja të thërmume, e i paketojnë nga dalë, me lot, pa fjalë. Tanë ikin. Një motiv ma tepër, me i shtyë dhe donet, edhe do vjetë. Rrugët e botës duken ma të buta prej këtu, nuk të soptojnë edhe në rast se bjen. Ma të amla fjalët kur si mervesht, ma të larkta klithmat e krismat që stundan një herë. Një diell ma pak, një dorë nanet larg, një sub babet që s'ashtë ma. Edhe pse mangut, ma mirë me ik, me u degdis. A shef, tanë veç me i ka mrojnë. Ma i bukur emni në gjurë të tjera kujt, edhe qili ma i letë në tokë të huj, edhe fmia ma i joti ashtë atje largë. Tanë veç me ik, as karansiku, as me ke, as pse, me ik, këthimin me malku, gjithë shkat lanun mrapa me harru. A shef, tanë ikin, veç unë, mas i kam ik pa fund, kujtoj se hala jam tu aratisë diku, nërsa kam mri një aty ku jam nisë, si gjithkush që ik. Unë nuk ikin majt gishtave, se në majt gishtave nuk kam ardhë. Si aji talazi fort që në krahët e tuaj më pat hedhë, një ashtull shojza e derën për plasë. Nuk iki fshehtas, as me dredhina, as pres natën hapin me mafshe. Në dritë të diellit, me hijen në krah largohem e ballin hapun, se kujt hakun s'ja kam shkel. Nuk iki tinzash, e as në heshtje s'iki. Shkamin e dashnis si vulkan e shpërthej. Fjallën mar me vedi, aty la veç piskamën, se fjallën e kam të shenjt, s'mund të la gjdo vend. Një puthje në bal, veç ko si ala, si vula e ranë e drynit dashnis. Edhe nëse zemra më urdhënon tjetër gja, hapin mar me vedi, rrugën me ma pri. Në majt gishtave, zdi unë me ik. Nga unë Adrian Hoti, ndoqët, rindezim yjet me